Përshëndetje dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Sot do përgatisim një recetë të thjesht por plot shije. Është pisvili me presh, një gatim tradicional që na kujton kuzhinën e nënave dhe gjysheve tona. Me pak përbërës kjo recetë, eja ta përgatisim së bashku. Si e shikoni, këtu kam 4 presh, i kam larë dhe i kam gati për t'i grirë. Si e shikoni, do i përdor edhe gjethet e preshit, edhe pjesën e kërcelit. Gjethet kërkojnë pak kohë më të gjatë në zjerje, por unë do t'ja jap këtë kohë, ndaj do t'i përdor edhe gjethet. E shtojmë gradualisht preshin e prerë në tigan, shtuam një pjesë, i shtojmë vaj ulliri dhe e vendosim në zjarr. Duke shtuar pak nga pak, në këtë mënyrë bie nga vëllimi dhe tek ky tigan i thellë, mua do ma marrin të gjithë sasinë e preshit. Si e shikoni, po i pres shumë holl edhe gjethet e preshit, edhe kërceli. Tigani, si e shikoni, është mbushur plot, por duke i vendosur kapakun do bjerë nga vëllimi. I lëm 10 minuta me kapak, më pas i përziej, ka filluar të lëshoj lëngje dhe janë ato lëngje që e ziejnë preshin. Megjithatë, unë do ta ziej me 1 filxhan të çajit me qumësht. Qumështi heq atë aromën e rëndë të preshit, por e ndihmon që të ziej dhe më shumë. Do ta ziejmë për 10 minuta edhe me qumështin. Përgatisim salsën. Në një tas shtuam 2 vezë, do shtojmë 1 lugë të çajit me krip, shtojmë pak piper të zi, me një pirun e përziej, do t'i shtoj 1 lugë të gjellës me ujë, pasi do t'i shtoj 1 lugë me miell dhe ndihmon ujë për t'u tretur mielli. Dhe përziej mirë që mielli mos të na kokrizohet. Salca tashmë është gati, edhe preshi ka përfunduar zjerjen, i shtojmë diku tek 400-500 gram me gjizë. E bashkojmë mirë gjizën dhe më pas shtojmë salsën. I lëm 2 minuta të ziejnë bashkë dhe mbushjen e pisvilisë e kemi gati. Filloj të vloj. Përgatisim brumin e pisvilisë. Po shtoj në një tas 4 filxhan të çajit me miell mistri, filxhanët janë 200 ml. Shtojmë 2 lugë të gjellës plot me miell gruri, gjysmë lugë me krip ose 1 lugë çaji me krip, 1 maj lugë sodë buke, i përziej mirë të gjithë përbërësit e thatë dhe më pas shtojmë 3 filxhan të çajit me ujë të ngrohtë. E përziej mirë, si e shikoni është përgatitur brumi i butë. E lyejmë një tavë me vaj ulliri dhe do shtojmë brumin, por jo të gjithë, një pjesë të brumit unë do ta lë në tas që të mbuloj pjesën sipër. Shtojmë një pjesë të brumit dhe një pjesë të vogël e lëm për sipër. E përshtasim në të gjithë sipërfaqen e tepsisë, i krijojmë edhe pak sponde anësh. Sipër i shtojmë mbushjen e përgatitur me presh, vezë dhe gjizë. Dhe me brumin e përgatitur do të mundohemi ta shpërndaj sipër. E shpërndam, do t'i shtoj edhe pak miell mistri sipër, e mbulojmë sipër me vaj ulliri dhe direkt në furrë derisa ta shikoni që ka marrë kore të kuqe. Si e kam thënë edhe më parë, pjekja varet gjithmonë nga furra juaj. Ja dhe pisvilia tashmë e pjekur, është ende e ngrohtë, ku ndërmon aromë shumë e mirë,
sigurisht që është e shijshme dhe tepër e shëndetshme. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni ta pëlqeni videon dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Abonohuni në Pasion Kuzhine për receta të tjera të shijshme. Ju falenderoj.